Avokat, një ngjarje e rëndë ndodhi në Durrës ku një person shtypi për vdekje, përplasi për vdekje me makinë 2 fëmijë. Çfarë po ndodh realisht me shqiptarët? E para mungon ligji për aksidentet me vdekje. Një njeri që vret dikë me makinë dhe që del fajtor ky që ka mjeti në dorë, pa tjetër duhet të dënohet maksimumi 20 vjetë, kështu minimumi 20 vjetë. Me qëllim që të tjerët, kur të hipin në makinë, të mendojnë mirë se ku do jetojnë në qoftë se bëj një aksident dhe vrasin një njeri. Se këtu vritet njeriu sikur vritet një pul, apo një qen në rrugë, dhe bën 2 vjet burgaj, ose paguan e s'del fare, edhe del fare se konsiderojnë aksident për fajt të këmsorit apo për fajt të qytetarit, apo për fajt të makinës tjetër përballë, pra janë 501 mënyra për ta shfaqsuar dikë që ka vrarë një njeri. Zotëri ka vrarë 2 fëmijë, ka vrarë 3 dhe i treti ishte i smur, rënd. Kush do përgjigjet për ata fëmijë? Se ne do t'i japim këtij idiotit, se idiot është ai që ka bërë gjë të tillë që hipën në makinë i dehur. Do t'i japim miliarda na kthej fëmijët. Ka që thjesht është. Por në aksidentet automobilistike ka probleme të tjera shumë të rënda. Një nga problemet e rënda është që janë prishur të tëra hekurat anësore nga aksidenti apo nga trafiku i gabuar i drejtuesit të mjetit, dhe ai nuk e paguan riparimin e asaj atij hekurit anësor. Ai nuk e paguan dëmin që bëhet në rrugë. Ai nuk e paguan dëmin që e lë pa punë makinën tjetër që i ka bërë aksident. Se e lë pa punë atë disa ditë derisa të rregullohet makina, derisa gjej makina. Pra, janë shumë gjëra që duhen paguar, dhe po të vihen të gjitha këto në ngarkim të personit që ka bërë aksidentin për fajt të tij, atëherë aksidentet do zvoglohen në maksimum. Mund të kemi vetëm 5% të këtyre aksidenteve që kemi sot. Për të mos folur pastaj për dhënien e patentës, për kurset që bëjnë për të marrë patentën, që s'bëjnë kurs fare. E kemi bërë kursin 9 muaj kur morëm patentën me zis neve, brezi ynë. Dhe di mirë se çdo të thot makinë në dorë. Makina na është thënë është një armë që vret. Kështu do ta konsiderosh makinën. Është armë që vret njerëz, dhe praktikisht dje ai ka vrarë 3 fëmijë. Dhe ç'deshi atij që shkoi atje, se fëmijët nuk janë në rrugë. Pra ky njeri duhet dënuar maksimalisht. Dhe të gjithë këta që bëjnë këto lloj aksidentesh, dhe çfarë do lloj aksidenti, po ky që është aksident me pasojë vdekjen, duhet dënuar maksimalisht. Do marrim rastin që ka unë në Sarandë, në Borshë të Sarandës. Personi që ka bërë aksidentin, le njërë që gënjeu dhe mashtroi prokurori Sarandës dhe ai mjeku ligjor i Sarandës e gjithë personeli i policisë Sarandës në vitin 2019, që vrau vajzën e botës ai dhe quajtën aksident, që atje në fakt nuk është aksident, po është vrasje e pastër. Dhe ai është i lirë. Është akoma i lirë, dhe tani që flasim bashkë. Është i pandehur, po është i lirë. Zotëri, e ke marrë pandehur, vuri hekurat, të bëhet hetimi i plot. Nuk e bëj. Pra, toleranca korruptive në gjykimin dhe në studimin e aksidenteve është faktori themelor që vriten njerëz. Avokat, ju e përmendët që fëmijët ishin në trotuar duke luajtur. A është kjo edhe mungesë e parqeve dhe ndërtimeve vetëm pallate, pa menduar dhe për hapësira ku fëmijët duhet të shkojnë në parqe për të luajtur? Zotëri, ajo është një çështje që ne nuk e zgjidhim dot këtu, unë e ti bashkë në këtë bisedë. Ajo është një krim i madh mbar kombëtar që bëhet në Shqipëri, në të gjitha qytetet, jo vetëm Tiranën e Durrës. Pra, shteti
ose ajo band kriminales që drejton shtetin shqiptar, ose më mirë me thënë ato banda kriminales që e drejtojnë shtetin shqiptar, që nga viti 91 e këtej, nuk pyesin për jetën e njerëzve. Sepse për vetët të tyre udhtojnë me eskorta, udhtojnë të shoqëruar, udhtojnë me makinë të policisë, dhe nuk u afrohet njeri. Kështu që në këto kushte s'mban njeri përgjegjësi, asaj ne s'kemi që bëjmë. Ajo që kemi ndorë neve është që të themi prindërve, o prindër të nderuar, o ju që rrisni fëmijë sot, që shpirti juaj e di se si rrisni ata fëmijë, dhe se sa harxhoni për t'i rritur ata fëmijë. Mbajni fëmijët me vete, mbajni fëmijët në shtëpi, rrini me ta bashkë atje ku shkojnë dhe losin, mos i lejoni që të luajnë në rrugë, mos i lejoni pa kontroll, sepse si kundër e shikoni ndodhe dhe kështu. Ka dhe të tillë, të mos them në fjalë, jam në media, nuk mund ta them, se që janë këta mostra që vrasin fëmijët, që hipin në makinë të dehur zurxull, edhe del ai thot, e më punë e madhe se aksident automobilistik është thonë. Sigur që ka aksident typësh në trotuar. E vrau para ca vjetësh ai me X5 vajzën e botës në trotuar dhe as u ndalua fare. Pse se kishte daj kokali, kishte mbështetje politike. Pra ne kemi këtu të keqen. Kjo punë duhet zgjidhur. Për këtë është prokuroria, po prokurorët e gjyqtarët janë të blerë si kudo edhe vazhdon kjo histori. Çfarë do të bërë konkretisht avokat? Cilët janë hapet që mendon se duhet ndërmarrë shteti për të përmirësuar këtë gjendje të sigurisë rrugës? Në radhë parë kemi shtet serioz, që se kemi. Se kemi. Në radhë parë ketë deputet serioz, që nuk i kemi. Sepse ke deputet e zëngjinen, do bëj zëngjinea ligje, si thua. Nuk bën zëngjinea ligje, se pa mundur. Se nuk di, nuk merr vesh. Ligjet bëjnë të shqyrtojtura komisione për se cilën ligj sferë të shoqërisë, dhe shqiptarëve u japin ligjin të miratuar, jo për ta studiuar. Gjithë bota e qytetëruar e bën një projekt ligj sot, e hedh në gazetën zyrtare dhe fton të gjitha shtresat e shoqërisë që janë të interesuara për ta studiuar këtë ligj dhe që preken nga ky ligj, duke dhënë të gjithë qytetarët mendimet e tyre, atëherë bëhet ligj. Dhe nëse nuk merren parasysh mendimet e qytetarëve, atëherë fillojnë protestat. Në Greqi që kam jetuar 15 vjet, kjo praktik ndiqej. Nuk e di tani, mund mos ndiqet më. Se tani kanë marrë tjera urdhë, tani nuk pyesin, tani duan vetëm t'i vrasin njerëzit. T'i vrasin me vaksina, t'i vrasin me makina, t'i vrasin me ilaçe, t'i vrasin me çdo lloj mënyre, t'i vrasin me ndotje të ajrit, t'i vrasin me prerje të kullotave, t'i vrasin me ta shtyquajturat pakete maleve, pra tani kanë detyrë që kanë marrë urdhër që t'i vrasin njerëzit. Po deri dje nuk ka qenë kështu. A duhet ketë një reagim nga shoqëria shqiptare? Po cila shoqëria shqiptare është e vdekur? Pse me të vërtet mendoni se ka shoqëri shqiptare, ja shikoj. Do ishin të tërë në durrës dje. Do mblidheshin të tërë në durrës dje. Dhe do të kërkonin gjykatës Durrësit dhe prokurorisë Durrësit që ky njeri të dënohet me burgim të përjetshëm. Se si kanë faj 3 familje atë që ushoi derën. Nuk e kanë bërë gjë atija. Për këta, veçanërisht për këta që bëjnë aksidente se janë në gjendje të dehur, absolutisht burgim të përjetshëm. Do të shihni të bëhet ky ligj, të vendosen të dënohen 4-5 kriminal të tillë që vrasin njerëzit në trotuare dhe në rrugë, në vendet ku janë të lirë qytetarët, shifeti do ketë më aksidente? Jo, të garantoj unë që nuk do ketë më. Se cili do që të jepin makinë do mendoj mirë çfarë do bëj po që i dehur. Ku do vej? Avokat, po standardet e rrugës, atë lënë që edhe shoferit ketë problematik në... Tjetër histori e dhimbshme ajo. Unë juftoj juve të vini me makinën time, të shkojmë nga këtu në Kakavije, nga këtu në Shkodër, dhe do marrim kalibrin, ta vendosim në vendet ku janë bërë gropat në asfalt. Do shikoni që nuk ka stres asfalti më të tras se 2 cm gjysmë.
2 cm gjysmë. Që minimumi duhet të jetë 8 deri 10 cm. Me ligj dhe me teknologji. Po pse nuk është kaq? Sepse ato lek do t'i haj Belinda dhe Belindrat që kanë kaluar në drejtorinë e rrugëve të Shqipërisë. I hanë ata lekët. Prandaj është kjo situatë. Lere pasaj vizimin e rrugëve. S'ke fare shenja në rrugë. Absolutisht asnjë. Tani bën këtë që përfunduan autostradën në Tirana Kashar, e kishin vizuar asfaltin e ri dhe mbajni mend, në vizofta ai mbas një 15 vjetësh të tjera. Shenjat e vizimit në rrugë zotëri janë të detyrueshme, janë orientuese shkëlqyer, qoftë natën, qoftë ditën, dhe veçanërisht në ditët me shi. Të udhëtosh në ditët me shi në jug të Shqipërisë të bie infarkti. Automatikisht do bësh aksident. Se nuk shef se ku vete. Nuk shef se ku shkel. Nuk dish këte apo është këtej. Te bishti zhurit ka mbërru në aksident. Në shi, në një shi, në një furtun të tmerrshme, makina me dritë të gjata përballë, absolutisht as mund të orientohesh ai gjikundi se ku po shkoja. Ku ti kërkoj llogari? Te kush tankohem? S'ka. S'ka. Kudo që tankohesh, zgjidhet problemi me lek. Avokat, pati edhe një reagim të zotit Rama lidhur me këtë ngjarje ku u kërkoi mediave që të mos publikonin pamje të tilla. Jo more, të mbulojmë pistoqet e Belindës, ë? Për këtë pas ka kërkuar shoku Rama? Po shoku Rama. Po hebreu Rama, se je hebreti, si je shqiptar. Po zotëri, së dhim se shqiptar ty. Ty të duhet vetëm që të paraqitet gjendja e mrekullueshme si kundërthua dhe zgërdhihesh në për intervistat të ndryshme që jep, se dele zgërdhihesh ti, për të thënë shqiptarëve që jemi për bukuri, për të thënë dhe botës që jemi mrekulli, në fakt e ka kthyer Shqipërinë në një kasapan ku vrite njerëz, edhe as pyet njeri, as funksionon, as ligj, as drejt, as shejtan.